Mark Antony Samson, 23 vjeçari filipinez që vrau ishte dashurën shqiptare Ilaria Sula, tha parahetuesve se nuk e kishte planifikuar krimin. Ai tregoi se teksa po hanin mëngjesin pa në telefonin e saj mesazhe të dikujt tjetër dhe nga xhelozia ai ka goditur me thik 3 herë në qafë. Marrja e tij në pyetje zgjati mbi 5 orë. Ndaj të riut rëndojnë akuzat për vrasje të rënd me dashje dhe fshehje të kufomës. Pasi e masakroi me thik, ai tentoi të zhdukte trupin e Ilarias duke e hedhur në një lugin, pasi e kishte mbyllur në një valixhe. Samson tha se e vrau Ilarian mëngjesin e 26 marsit, pasi ajo e kaloi natën në shtëpinë e tij. Sipas të riut filipinez, Ilaria kishte shkuar në banesën në Via Homs, në lagjen afrikane, në mbrëmjen e datës 25 mars, për të kthyer disa nga rrobat e tij. 22 vjeçarja kishte qëndruar deri vonë në mbrëmje dhe për këtë arsye zgjodhi që ta kalonte natën në shtëpinë e ish partnerit të saj për të shmangur transportin publik. Sipas Samson, të dy së fundmi kishin dhënë fund një lidhjeje që kishte vazhduar prej disa muajsh me ulje ngritje. 23 vjeçari tha parahetuesve se kreu i vetëm krimin, ndërsa kur u pyet për rolin e prindërve të tij që ndodheshin në banesë, ai ushtroi të drejtën për të mos u përgjigjur. Samson tha se e hodhi trupin në makinë pasi e futi në një valixhe, duke e lënë më pas në një lugin. Ai pohoi ndër të tjera se e kishte pastruar vendin pas krimit.